Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që në këto momente të lusim lutje në mëngjesit. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e 7 të kohës së Pashkve. Salmet i marrim nga java e 3 e Psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. I mirë pritur prej të gjithve, sbardi dita i shenjtruar, ku Krishti Zot shpresa e botës, unë gjithë në qiej të lartë. Triumf i luftës së madhe nga princi i vrar i botës, duke shfaqur ndër sy të Atit lavdin e trupit fitimtar. O hare për të gjithë e madhe, nga Virgjëra jon lindur, pas rrahjesh, pshtymash pas kryqit, në selinat rore është ngjitur. Prandaj ta falenderojmë këtë mbrojtës të shpëtimit, që trupin ton do ta mbart lart në mbretërinë e qiellit. Qoftë për ne bashkë me qiellorët, për herë gëzimi i përbashkët, për ata që u shfaq atyre, për ne që nuk është larguar. Tash kresh në qiell duke u ngjitur, tek ti zemrën tonë ngrite, shpirtin tënde dhe të Atit, duke na quar prej qiellit. Amen. Antifona e parë. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë. Aleluja. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejt teje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsiatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin si pas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj si pas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhrimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë. Aleluja. Antifona e dytë. O hy, mbi malin tënd të shenjtë e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Kënga marrë nga libri Urtis, kapitulli 9. O Zot më jep urtin. O hy i etërve të mi dhe Zoti i mëshirës. Ti që me anë të fjalës sate krijove rrezullin, Që njeriu e krijove me anë të urtisë sate, për të sunduar krijesat që ti i përftove, për të drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë. Ma jep urtin që rinofron pranë teje, Dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. sepse jam shërptori yt, biri i skllaves sate, njeri i vogël e jetë shkurtër. I paaft për të kuptuar gjyq e ligj. Sepse edhe po t'u gjen të ndërpit e njerëzve, ndokush i përsosur, por në qoftë se i mungon urtia jote, Do të vlerësohej për asgjë, me ty është urtia që i njeh veprat e tua, që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rrezullin, dhe e din të çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu. dhe çfarë është e drejtë në urdhërimet e tua. Dërgoje prej qiejve të tu të shenjtë, Çoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet, krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje. sepse ajo di dhe gjithçka kupton, të më përcjell me maturi në veprat e mia. E të më mbroj me lavdinë e vet, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. O hy, mbi malin tënd të shenjtë, e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Antifona e tretë. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Psalmi 117.
grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Leximi i shkurtër. Ju o të dashur, ndërtoni veten mbi themelin e fesë suaj të jetë të shejtë, duke u lutur në shpirtin shejtë. Qëndroni në dashurinë e hyjit, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krishtit për jetën e pasosur. Disa të ndërdyshmët qortoni. Përgjigja e shkurtër. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Në të jemi bitë dhe trashëgimtare të tu. Aleluja, aleluja. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Ja unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës. Aleluja. Kënga e Sakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyi Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shejtë se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që e premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shejtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Të shenjtruar në pagëzim për të paraqitur flinë e lavdit, ta lavdërojmë hyjin atin ton, së bashku me vëllezër të shpërndarë në përbot, të themi me fe të gjallë. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, që të kumtojmë para të gjithëve si mbret dhe zotri. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, rritë në ne dashurinë e sinqertë. bëj që ta duam njëri tjetrin si na mësove ti vet. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, Përgatite bashkësinë tonë që të pranoj dhuratën e Shpirtit Shenjtë. ardhja e ti le të jetë fillimi i jetës së re. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, Na e dhuro forcën e Shpirtit Shenjtë, që t'i shëroj plagët tona dhe të na jap forca të reja për të ecur drejt shëlbimit. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na ep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm,
Pasi kryem festat e Pashkve, po të lutemi bëj që krejt jeta jonë të jetë një dëshmi e vazhdueshme e Krishtit të ngjallur në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyin.